A ke do pona jondra? Po që u trajmë që të në kungjëm. Nuk po digëzë. Në stopo e kom kryat njeri. Kom fillu edhe vetë me minu që kom fillu më qmend. Ashta keni drejt jo, që si jo mirë. Ashta për një mes jo mirë. Po s'po di qka me bo. Nuk po di. Flamur, ishin sendot me dite. Por që ato që ki nevojnë a ki neve mas, ki familjen tonë, Flamur. Veç dhe të me nali ju me të një mu, Flamur, ju në refuzu, për ndryshën në pëdi shmuj me të një mu. Qysh tani me më një mu, vizëm? Po s'me më thonë që aj njeri nuk e kisi stonë. Qa me më thonë? Qka u bo, Luan? E kena njës me majtë më shef tash për një tjetëre ta? S'më besuat. Kush foli shpëtimja? Nuk ka lidhe kush foli, Luan. Hiq nuk ka lidhe kush foli. Lidhe ka qka i të botë ti. A nuk t'ka dalë njëherë balë që i shku të petare atë i ke përfundu me javë tana. Dhe kena dita i gjalla, i dek. T'ja po lunë rullet me jetën, Luana? Nuk kena ku u morë me të si tema, me të si sanë e palidhje. Kena ku. Edhe jo që kena ku, po kena edhe nevoj më marrë me kësi tema palidhje. Se nuk janë këto tema qa po bëna e mirë që shie që shkalove. Janë tema shumë serioze, Luan, që ujnë me të kushtu me jetë edhe t'jedin fërt mirë këtë sanë. A di sa herë kam shku deri të shtëpia Axhës? Ta ajo shtëpi që jemi rritë bashkë. Kam shku me pa dritarën tane se mbës pa dhezet në i dritë. Po kam ikë prap, Linda. Kam ikë se nuk kam pas guxim me dalë e me të pa. Me të pa drejnë syje me të ka dzu që kam dështu. E si jam bo aji që ka dështë Axha më bo. Prej kur i hinë e punëve të rrugës se kom ditë që ki më bo si babi. Ai kur s'ka dashti më bo si ajtrim. Asaj, ason. E kom ditë që s'kime mujt me ik largë, Trim Dëreqi. Nuk kam ikë duk. Me pas ikë nuk ishe mujt me më gjithë këtu. Këthau mrapa duk. Harroje këtë punë. Edhe është ma mirë për të dy partë. E harru këtë punë. Tim njeh mu, Trim. Në ke poshnu. Edhe krejt qytete e ka morë vesh. E mu më duhet me këthy respektin qytet. Trimi e tha fjallën e ti. Këtheu mrapa sa është ma mirë për dy partë. Që këtë që pike uj. Trim, ku është Linda? Nuk ka lind për ty, ma. Ajo qik nuk ka faj kur gjo. E mbylli me kaq këtë histori, para se me këthy mbrapsh gjithë qka që ke nisë. Ivani. Alo. Betari sot ka një takim me disa banorë sërbë. Kalon nga rruga që në taku. Po pret me të besu, Ivan. Po këtë herë du është me besu nëse të me pas marrëveshje me mu. E ke pas rastin, Ivan. E ke pas. Po nuk dole i besushëm. Qka po dënë tash? E di që ke incizu bisedën tonë ku flasim me rëcu petarin. E kum pranu porosin tone. Tash unë pe e kry punën teme. Në çfarë ku e kalon petari atë rrugë? Sot pas 3 ose 4 orëve, është mundësie e mirë për ty. Nuk e besoj që mundet me pas kësi mundësie. Unë jem në eskortën e sigurisë ti, këtë që ti e ish ma letë. Në rregull. Në rregull, e du pjesën tem, se kur të bëhet zhurmë për petarin, policia juve ka me ardhë atë, e ti e din, unë du që mos të kapen prej policisë t'juve. Nëse më tra thënë Ivan apet, jo veç petarin. Po edhe ai Beogradi jot ka me marrë vesh atë inqizim. Në rregull pra, unë sot e kry punën tem, edhe jemi në rregull, ha? Qka tha? Petari ka një takim sot me do banor serb. Kalon ka rrugë ku jem taku me Ivanin. Edhe? Qka tash? Është mundësi e mirë, Orta.
Veni është ideal, e kom prit që sa këtë mundësi. Të beson e njeri si e banë. As të ka të rastua. E di. Po Ivanin e kam në dorë edhe ai e din këtë sen. Kështu që s'ka qare kësaj here. Këtë zaj me lëshu që të mundësi. Ke di ana vjen mo ke mundësi. A të vjen, po menon. Dhe më të angazhon e kanë. Jo. Nuk bën me shti njerëz shtetit, se manej mundet me tinglu si kur o konë organizu në për shtetit, duhet vetë me kry këtë punë, kështu që është shumë gjase ma dikan për familjes. Zimi. Alo, Luan, ku je? Mund është me ordër një shpejt. që jem me ortën që o vojzëm. Jetoni ka pas një problem për gjatë madhë, më ka mirë në avë. Okej. Qka ba? Jetoni pas ka problem dhe qka. Qëfar probleme? Nuk e di vishë ta dësh me ardhë. Dësh me ardhë, ku me ardhë. Qa me bo ardhë. Kry me shku edhe të familja dhe të petari. Di që nuk mund është Luan. Di Luan. E di që s'mund është me shku edhe të familja edhe të petari. Familja, Luan. Familja vjen gjithmonë e para. Mirë, brodjem, e kuptum që ka ndodhë. Tash është koha jonë me vepru. Që këj farduka në ka prek aty ku s'duhet. Mos harroni një gjë. Trimi është antari i kësaj shtëpisë. I kësaj familje. Që i bjen në ka prek në familje. Nuk u zëmë ma prej gëzimin pa kalu mi trup temin, hajde del para me. Del para me. Tik, tak. Del volu burë para me. Gëzim! Nuk u zëmë ma prej gëzimin! Nuk u zëmë prek! Nuk u zëmë prek! Nuk u zëmë prek! Del! Del rëp! Del rëp krejt qka ki, del! Myshde,
2 bineq djemi fali Zoti. O mysh do vlla jam. Ka pe pushkën e gjyj 2 herë se Zotit i ka falë 2 djem bineq. Jo, la jam. Nuk gjuhën e push pa gjujti e pare. Po mu Zotit nuk më ka falë djallë. Merre pushën edhe ti, e po gjujmë 2 comte. Prej sotit, ky djalin është i joti. E sigur të vlla. Ty Zoti ke djallë ta ka falë. Unë nuk më mi pas 2 djem e vllava jam asnjë. Unë djallit tem jalon emnin Ardian. Pra dhe unë temin pjallo besnik. E qofti besës gjithmonë këtë djallë. Ha? A pa nejsan? Jo, kur gjo, ti? Jo, vëlla. Kur që s'pash dëshim nejsan? Normal që s'ka kur gjo, kur s'e egzistan heq. Nuk është mirë flamur jetën. Nuk është mirë. Po, pe di që s'osh mirë gëzim. Pe di që s'osh mirë edhe në pesha. Po nuk po dhja çka mi ba. Çka mi thonë, çka mi ful, qysh mos sill me ta, kur gjësëm ka di o gëzimo. Shumë mirë bëkem. Shumë mirë, ardhëm të ba laf, ma bet. Pirja nisa me menu dash. Që ka nisë mu fjell djali, është ka bat, shumë mirë. Kafe bëkem të pi? Kafe, hina qita kafe. Pak koka lej, shumë pak koka lej, vishkure njëva të gjuna bërë si i trend. Me nëzira atova, fëmin. Kër një të në krisma të qunë me njëherë. Edhe e dita që ka të bëj me flamurin, nuk i lash për me dalë jashtë. Qysh me i lonë me dalë jashtë, me pa babën e ty në si trend të gjuhije në probar. Qka mi thonë aty në të shkretiv? Që ju ka s'mu baba? Mirë ke bëhet. Që s'kera me dalë fëmin, vale o të lutë në kujdesu më sile me dalë jashtë. Po nuk mu edhe shumë gjatë mja më shef vërtetën. Shumë shpejt kanë me koptu edhe ata. Kur i njëva krismat, thash mësara peta e duka me nësull mu. Shumë kisha pas që me kanë duka, jo që ke fantazme e flamurit. Që, hala të e lyp është. Që mi ba më rëgzim,
Kina ide në sen që mi bo? Nashta është mirë me thirë, me afru me atë, po më në me gjithë su vesh me shti më rana. Kur që më shumë vesh më rana me shti. O Flamur! Flamur! Mrena val, i mrena shpejt. A mujtët me gjithë, a e vrajtet. Ha? Jo, s'kina po kur gjë Flamur. Lutna, a di na më rana pak flasë, më bëj më abet këtë punë. Qajtë të volë, e normal që shme i mrena. Flamur. Shme i mrena. Hajde Flamur, hajde se lëpëm na dhe që tash, nuk e po më kërkane Flamur. Kërkosh të shpejt. Hajde i mrena po shapa. Së shkërkosh se s'keni këshyrë mirë. Këna këshyrë mirë, Flamur. Mirë këna këshyrë. S'keni këshyrë kësim. Nuk keni këshyrë se e di s'po më besoni. Për ata se keni qetë. Aj, unë laserin e pata në trup të amin. Janë invazonin. Janë invazonin këtu ke, o t'jem, këtu ke. Semër, nuk po më besoni. A qa që fështirë pe keni me mbesua. Ha? E po do me na shkatru prej mrena. Me na po kesh njoni me tjetërin. E tani me na vrak, kanë një. Ua nuk e po më kërkan, o djallë, apo me rvesh. Kërkan se po. Kërkush është të vish na jem. Flamur, ngom, po t'lut në shumë. Për hatër të temë. Pish ngom, mos më të shifin. Hadi kina më rana, Flamur. Ki drejt, nashta nas kina këshyrë mirë se kina po. T'lut në shumë. Jo, gëzim. Nuk e keni pasë s'po më besoni. E ti s'ka lidhje. S'ka lidhje. Hajde këshyri ma mirë, hajde këshyri. Flamur, po të premtoj, kur të thushti kina me dalë me këshyrë, vish jo sonte. Jo sonte se shumë tërë. Hajde nesër në mëngjes, është dritë, mundu me pa, t'lut në shumë, Flamur. Hajde kina më rana. Jo, gëzim. Jo, gëzim, se këtu është aj. Këtu është aj, 100% këtu është. Edhe tu na po është. Flamur ka ik, Flamur. Momentin që ke gjujt, ka ik, Flamur. Flamur. T'lut në shumë, nëse më dëmë vesh pak. Po t'lut në për hatër të emin, hajde hina më rana, Flamur. T'lut në shumë. Hajde. Qka po bëni ju dy këtu? Qysh që bëni ju dy këtu, Flamur? Kanë armë na i si gjithë. Si gjithë. Sonde nuk kanë armë na i si gjithë. Po i keni thirë ju dytë. Ja ju thanë që Flamuri s'është mira. Që është shmen dhe po do me lujtë në kry. Jo për Flamur nuk është ashtu. Që shamomi është që të. A të regom ti mu që shamomi është. Apo më të regon pëse është arta dhe Leoni këtu. Mi kellën thonë, hajdeni se ta qajmë hallin se Flamuri po dorë me lujtë në kry. është i smut. Lujtë i meq, apo? Okej. Alon? Flamur, na shqetësohëm jo veç për ty, po për krejt antarët e familjes. Të pas parasysh që ndodhi me duken, e pam të rrugës me ardhe dhe me najtë dhe na këtu. Mos po kona i levizit tina, kur gjë të qka, më shumë. Nështë edhe kom lujtë, Luan. Amo, jo që sa me mbo budal nërsi. Ishtë të regome një gjë. Apo menoni që jam i smuta.
Apo menoni që mi smut ajo? Jo bre, Flamur, kërkosh nuk po tha që i smut. Kupton edhe neve pak, po shqetësohemi për ty. Je dal jashtë ke gjuhë me armë gjysë natës. Po shqetësohemi për ty, kuptona. Që po thuti me gojë, thëmë? A me prit ata më ardhë me navradi kanë antartë familjes, edhe që atër doni me mbesuju mua, po? Jo edhe një, nuk rejtur kryqën. Unë ma herët folja me ta. Ma drejtoj laserin qëto. Apo mbesoni ajo? Zoti man. E ti që po thoni Arliani s'ka vlla. A mo që ka drejt që është aj, nuk e di. Ama i ke i gjallë, a i egziston. E unë krejt që ka po du me bo, unë po du me umbrojt për ti. E jo po më sheni si qmendu. Jo, për Flamur. Jo. Kërkush nuk do të thonë që i qmendu, Flamur. Jem do bo marak për ty, o vlo. Na jena këtu me t'nimu, ju me t'bo qka si, Flamur. Kam, Flamur. Nuk e marrë as me të paraqyku, as me të bo më një keq, thjesht kam ardhë me të ofru ndimin teme. Faktikisht, tek sa dhe mora vesh këtë farë puna. Dhe për një me po të thamë nuk jam këtu për me të paraqyku. Po do me të një mu. Po do me angazhu krejt me polici, me hetuesi, me akë i krejt që ka kam dorë, për me gjetë këtë farë njëri. Edhe nëse qaj njëri është mrena teritorit Kosovës edhe ekziston, na kena me gjetë. Mu premton martë që duesh me gjetë atë njeri. Duesh me lypë për mu. Po, për Flamur, po të premtoj. Thash edhe ma herët, krejt që kam dorë ka me bo. Me krejt institucionet e sigurisë ka më merë vesh që me kry këtë farë pune. Edhe Flamur, nuk je vetë Flamur, na jena familje, na jena këto për ty. Familja gjithmonë vjen e para. Di ardë. Faleminderit. E di që ka mu vërtetu kjo gjahë. Flamur, unë e di që është më një vetë. A mu ti nuk i arsy më një vetë, se na ki neve këtë. E di, Luan. E që ti është mësë më trajtoni si qmendur, se si jam i qmendur. Kërkosh nuk po trajton ashtu. Po të thojnë që i na orë me të një mu. Atëherë lena me të një mu që ashtu që shduhet. Balbon? Qysh je? Pa i mirë, për rinë kam diqysh. Pse, që ka ndodhë, as je mirë diqka? Hajde mbrana dhe flasim. Qka ka ndodhë valë se nuk pëndok është diqka mirë? Kërkosh nuk jemi mirë. Flamuri nuk është mirë. Na ka shqetësu mram krejtve. Pse qka ka Flamuri, pse ju ka shqetësu? Nuk isha pas qef me ditë gëzimi që po të kallëzoj, po...
Flamuri nuk është mirë. Po shë persona që nuk ekzistojnë. Por unë të natën si kur dikush është të dashur me na sulmu. Pra më gjysë natës, gjujke me armë në bërësi të rëndë. Nga më valë se nuk i kalzoj gëzimit, po e qka po shaj? Kon përshaj që po dojnë me ju sulmu? Po shaj persona që nuk ekzistojnë, nuk e di, jom të utut për Flamuren. Jem ka dojnë me hub, e që shtu aj kërkujna nuk i vynë kur gjo. Ka dale valë se mënomi me bos zgjidhje, po besoj që ka zgjidhje dhe kjo punë. Po cila është ajo zgjidhje? Hajde erë një mana. Një mana se s'po du me huburin tam. Qka mi u thonë fmive? Që baba i ty në është i smut, që u tranu. Nuk jam të mujt mi bërbalu mo që të sane. Edhe krejt dertin e kam të fmija. Sa ata tash janë rritë, po din, po kuptojnë. Po, Val, nashta nuk është nevoja me marrë vesh fmit njëherë, punomi me bazë gjidhje para se me kuptu fmit. E qysh është ajo zgjidhje? Hajtë kallzon, se unë jom gjendje me bu gjithë shka, qashtu që shkom bo diri tash. Edhe pse tash është pak ma ndryshe. Është krejt diçka ma ndryshe. Qata dhe po tutna që nuk ka këthim ma. Edhe unë jom lodh, jom dorzu, nuk po di ma që ka me bo me një mu Flamurit. Bëhemi krejt bashk, flasim me njerëz, edhe nashta po menoj që e ka veç prej stresit, nashta e ka pas në ngarkes të madhe këto dit. Nuk është nevoja me bo këtë punë të madhe heq. Është nevoja me bo të madhe. Bile është shumë e nevojshme me bo të madhe. Se krejt që ka po shef Flamuri, lidhet shumë me të kalumen. Lidhet krejt me ato se që ka përjetuaj. Edhe për që ata po tutna që gjendja e tij është shumë serioze. Po të kuptoj, Val, po më nonat pakten me kuptu situatën, ama Flamuri ka nevoj për krejt neve, ka nevoj për ty, për fmit e tu. Nashta është mirë me i fol ma bot, ma ka dale. Nashta është mirë me trajtu pak ma mirë. S'po di. Kemi provu. Kam provu me i fol bot. Kam provu me majt afer me fjallë të mira, po nuk është ka dënë minimu. Është shumë i bindu në ato që ka she. Nashta me pastirë nga i psikolog, Val. E di që të na është kjo punë shumë e madhe, po besom që nuk është kur gjo. Thjesht veç ka me fol, me to ka me bo muhabet. Nashta veç ka i një mund të qka ma shumë. Nuk është më rëndësi me kam fol. Më rëndësi është që Flamuri me u kfill, që kjo ka rëndësi për mu. Po du një bab normal për fmijët e mi. Ndoshta nuk po lypi shumë mirë. Nuk po lypi jetë luksoze, po lypi normalitet. Po du një bab të mirë për fmijët e mi. A është shumë që kjo që ka po lypi, a? Jo, absolutisht nuk është shumë. Thjesht po kërkon rahati për fmijët e tu, për familjen tane. Edhe e ki krejt drejtën e botës me kërku këto. Val, po besoj që Flamuri ka me u bo mirë. Ira? Gzem? Kjo ja? Së pas në di që kjo ardhë, se këmë di që këto. Erdha pak ma herët. Të kom shkru nuk u lajmërove. Mande erdha e pash Valbonën edhe banën pak laf.
I kallzova, gzim. I kallzova. Se njëri jam edhe unë dhe po kam nevoj me fol me dikan. Po kam nevoj me ba dert këtë farë pune. Se po mdo këtë që mu ka nalë fryma më fyt, të i majtë krejt të sene për veti. Nuk ka problem, gzim. Edhe unë tash jam pjesë e kësaj familje. Edhe kjo ka nevoj me fol me dikon. Di. Atë një moja, po një është më shlirë tash. Kem nevoj për gjithë kanë që mundet me në ndihmu. Nuk është koha për me majtë më sheft. Është koha me fol me se cili njëri që në ndihmon që o flamuri me te i kalu këtë situatë. Edhe një jam të mënu me gjithë që atë njëri që në ndihmon për që jam ka e gjaj. Menova me folune me flamurin? S'po din ashta i kisha një mu qëtësua. Jo, s'po mënaj që është ide e mirë. Për shkundra zi mundet mi bo shumë a keq me shqetësu ma shumë. A e din që natin a thonë shko fol me to. Kësim duhet me provu për me e dit. Nashta është mirë me fol dikush jashta familjes me to. Nuk ja hapi temin as kur gjo, veç thjesht foli. Libre, gzim. Se kur gjo ma kes nuk bëhet. Nashta i shkon mirë me pru një psikolog të shpia. Po flamuri mës me ditë që është psikolog. Shko fol me to. Bana që kur gjë zdi, ti është jo marrë me najtë edhe qaq. Beso. E ki kalcu në isa? Jo, bre, gzem. Po mënaj për Ardionin. Jo, gzem, nuk i kom tonë kur gjo për Ardionin. Veç kom fol që flamuri nuk është mirë dhe që po shen njerë që nuk ekzistojnë. E di qka do të me fol edhe qka nuk do të me fol. Era? Flavor. Natyra që të sonë zakonisht. Më pëlqen me njajt jashtë. S'është që edhe më pëlqen fort me dalë jashtë. Të pëlqen me njajt prana në shpe? Ja, s'ka rëndësi mrena jashtë, po. Ka rëndësi një vend ku muj me gjithë qëtësin. E kom pas një njëherë gjyshën që thoi ke burri është i maru me nejt jashtë. E gruja me nejt shpe. Ti poren jashtë, amo në bërë shpisë. Unë kom menu që gjyshja ka pas fjallën për ata burat që dalin jashtë, punojnë, edhe bin bukën në sofër shpisë. A tha gjyshja që burri është edhe me këqyr familjen, me rrujt familjen, me mbrojt shpinë. Dalë jashtë, s'ka në rrezik. Po, ma ka thonë edhe këto. Po kove të fundit, sarë po vi po të shoqe poren jashtë. Për çka ke ardhera? Jo marrë me pak gëzimin, juve, tash jam pjesë e familjes edhe unë, po menaj. Nuk mu përgjigje. Pse erdhe tune? Me të përshëndet ty, mas pak të për krejt familjes, kom fol në erë me ty, Flamur. Tre kom kush qaj. Gëzimja, a gruja. Jo, asë një ani. Në fakt, unë insistova me ardhë, se nuk më fa kërkush. Ta që së mirë Flamurin, po shef fantasma. Ka fillu me lujt pak. Po më shef ati që shumë. Jo, nuk më dohesh ashtu. Në fakt, ata janë shqetësum, Flamur, po nuk menojnë ashtu. A une erdha me pasja i që me ndu në hala. Ti qka e?
Psikologa e kunat e mirë. Kunat e mirë njerë. Mas ne, kur të martona e vi këto, nuk i dihet në shto që me nga dhonë. Por nuk e pranaj. Anë sytë e tjerve, se di, qërë do këna. Një shmendu me e pranon që është i shmendu. Nuk e di. Ka të zëmë ti. Sa nuk e kom provu ala. S'po guxoj me thonë ma që e mirë se familje po më shenë ndryshe. Gjana që po i shohune janë reale, si janë fantazma. Spjego ma mu, Flamur. E di, nuk jam në atë pozitë me ta kërku këtë sen, se vetë jam bo pjesë e kësaj familje, po beson që nuk kam paragjykime as për ty, as për të kalumën tone. Nuk nja shumë. Thjesht, antarët e familjes të shojnë ndryshe të shonë. Ata të njojnë ma shumë normal se kanë nejtë me ty ma shumë. Fol me mu, Flamur. Nëse një është mirë, fol. Hajde, Mila. Hajde, Që është egzem? Që bani ta? Që është Flamure? Një që ashtu. S'ka në ndryshim, por unë jashtë si zakonisht. Mujtë me bana i sen për që dlone e Ardionit. Kom fol me do kolekt me ja, kom japi informata, tash po presëm, edhe pse s'ma merë me nja që ka diçka se më kanë këshin lejmë ruti tash. Normal që s'ka informata, kur se egziston. Na do të me ishit barnot. Na ato sa ma shpejt. Ku është trimi? Trimi nuk është nej, është të marrë me lindën. Ka desh me dalja shtetit. Keq, bro. Do të më marrën e ti me barnot ashtë tutje. Kam në kontaktet. Veç do të mi thirë më taku me ta dhe i shesë. Super, bro. Barnot na do të me ishit sa ma shpejt, se na vinë pare për organizim. E Flamuri? Për shatë Flamurit, është mirë mu gutë, sa ma shpejt me shqitë barnat. Po besoj që atine kam e një mu kjo punë që me largu se të pak menën prej kësaj gjendje që është. Po thu që nëse aktivizon Flamurin kontrpetare ti një man, a? Po, besoj që i një man. Për deri sa mja largo menën prej kësaj gjendje një man. U besoj që mund është me tjerë për të ujtë. A i ta shëfuj s'u veç këtu. Nuk kem nevojnë me përfshi një herë Flamurin. I shesin barnat pa ta. Masit i shesin barnat, mas ne e thirën me Flamurin edhe besoj që kam i një mua, ka me bo mu një mirë kjo punë. Unë e ti nisëm me një herë. Hajde. Johan, unë përshkaj dhe në stacion akshë mu dhe që pak, do më folë qka. Tash vi. Nuk është mirë. Flamure, Luan, nuk është mirë. Po, e ti që nuk është mirë. Edhe. S'pët dhimet bacja. S'pët dhimet familja jote që po e shohin djallin e tyne për dit e ka pak ty është duk. Para syve. Aj njeri për shesane që të në tjerë të spishuhem. Të natën pa gjumë. Të rujtë. Të rujtë për i diçkove që asë nuk eksistan. Halucinacione. Po, i di krejt, i di. Veç që nuk jam të kuptu ku po do me dalë. Po do me dalë të qaja. Që Flamuri ka nevoj për neve. Si do mas për ty.
Shumë mirë është me najtë qëto. Më merë me flamurin, me gjendjen e tina, sa me shkuatje ku pëta me shku në veri. Më merë me petarin, me parnë, me... Familja është më e rëndësishme se gjithë çka luan. Edhe se hakmarrja. Maj flamuri ka nevoj për ty që do me najtë. Afër, jo larg atje, çka do me boti për atjet. Unë nuk më i menimu familjes e as flamurit, të ju nejt ofër. Unë nuk di me shëru flamurin ndryshe për vetë se me hakmarrje. Edhe e di që kjo hakmarrje ka menimu edhe flamurit me u kthil. O jo, për zotin jo, ta garantoj. Nëse e kish këfill, hakmarrja, flamurin që shpëthu, besa e këshëm pa. Po s'është ashtu. A u hakmer, a e vrajti Ardionin, a u hakmar për Shqipen. Që ka tash, që to janë rezultatet e qasaj, hakmarrje, Luan. U shkput komplet për realitetit njëri, truni tina po kryon halucinacione. Qëto, Luan, janë shahet e para traumës një njëri që e ka vratikan. O, Luano, nuk teket kur për i shpirtit a i sanë. Qa i ka dhe me thonë me krejt këtë sen? Shumë mirë e të që pa do me thonë. Qka nëse përfundan edhe te, si flamuri, Luan. Apo menon që veç mund është mua këmerë që ashtu dhe së ndodhë kur gja, apo menon që jenë ndryshe. Që të ti hakmarja nuk i ka të njëjtët pasoja. Po është zotin, apo menon që ki mua këmerë dhe ki me flajt qetë, rahat, i lumëtën. Jo, Luan, nuk është ashtu. Dhe që ko e ki rastin familje tonë me ta vërtetu që s'është ashtu. Nuk e dina me siguri se a i ka orë flamurit kjo gjende për i vrasës të Ardionit. Flamuri ka përjetu edhe gjona tjera shumë atrona. Ka përjetu shumë edhe prej petarit. Kështu që po, nuk jena të njëjtë. Po pse nuk po e kupton, Luan, që flamuri nuk ka nevoj për hakmarrje, ka nevoj për ty. As familja, në qëto momente, veç për hakmarrja nuk ka nevoj. Ka nevoj veç për ty. S'po të thëmë, Luan, hek dorë për hakmarrjes për gjithmonë, po të paktën përkohësisht që ta shti. Gjenju flamurit, djallë ta që se ki, ka nevoj për ty. Për krahe, fal me ta, rre me ta. Leta dhe njeri që e ka dikën. Unë nuk qmendam nëse më hakmerëm. Unë muj me u qmend nëse nuk hakmerëm. Edhe gjdo dit, so petari merë frym, unë jam over më qmend. Edhe kjo pun art ka marrë fund një herë e mirë. Unë nuk tërhiqem. Nëse dënë që fëmija jëtë me pas një babë normal, atëhere unë duhet me u hakmerë. Për ndryshe, unë nuk jam mirë për deri se nuk e vras me dur të mija Petar Petrović. Nuk kom pa fantazmës hije era. Pa njeri gjallë. Ama jo, qëfar do njeri? Kush është ai flamur? Vllau i Ardioni. Ai përngjaj kja ati, a që shë kuptove që është vllai i ti? Se s'ka mundësi mu konë Ardioni, se... E ka dik. Ti ke fol me ta? E vetëm tha që jo vllai i ti. Çka thaj? Foli. Një farë zoni ka dalëshëm ko gjamu në tonë. Amo i premë. Ma ti ke emrin. Ti ke gjithë zgjohë për familjen. Kërsnaj, tha, ko me t'i vra krejt ka një. E më fund ko me t'vrati. A e kanë vetë kur t'u ka paraqita, ka pas edhe njerëz tjerë rejtit. Herën e parë në kafiq, filmetin ja kom prejk me durët mija.
I foli kamareri, porositi ujë, e piti ujën. I të në tiksi Ardioni. So që herën e parë, kër e pash, thash, mos jem shmendim të folë me dekon, po jo, a i ke i gjallë. I gjallë se janë iva herën, aromen janë djeva. Edhe gjitho fjallë që folke, e ndjesha. Ja ndjesha energjin. Kur u ofër me, si unë e ti që jem ofër. Gjithë shka për përshkruan me për pikëmëri. Ma është të njëjta pamje sa që e tregon prej fillimit? Po njëjta është. Si unë e ti që jemi taku sot edhe i kujtojmë gjanat taman që shëm konë. Dhe kur ullë ofër me nuk ullë si njeri i zakonshëm, po thuti e ka krejt kohën e botës. Edhe ka folke asë qërpik si drejtje. Shumë i vendosë në fjallë që i dhejke. Shumë i sigur. Që pa në gjyre të syve të ka pas? Të kafta, si Ardione. E ka pas njëjtë sa që të ka shfaq? Po, njëjtë. Mja që ashtu me mjekër, me syza i veshëm zi, dorza zeza. Njëjtë me si unë e ti kur të shot ty që së ndryshon kur. Këto, a? Pa i që të tha me orë mu taku. S'pas ka naj farë levizin erë. A e një ke tipin me po? Jo, valla, se kom po kur. Ose një, veç që kom thirë që të numrin që më ka dhonë trimi. Keni naj farë fjale mu morë vesh? Qfar fjale? Po naj fjale, naj kata diçka që me di që i na taku me njerën e duhun. Pa qfar ko, di bre, kush ka ma që tërkosh mu taku këto, që me dita jena njerës adekuata jo. Ta është pa me mërë menja që është qaj, e këshyrim. Mësë është që kjo që po vjen. Ma mërë menja që kjo është. Qa është këj vend mëre kështu? Kalzana ti na ke thonë me orë këtu? Unë? Jo më keni thonë me orë këtu? Veç pak. E kush jeni jo? Na jena me trimin. Me mu ki folë në telefon. Me trimin? E ku është aj? Mërë në kërë është ta? Thuj le del jashtë. Ja, nuk është të trimi. Ka pas një problem familjar. Jena veç na. Po që dita pëse më thërët ju në telefon? Po thash rasisht trimi ka dash ma lujt busë në nëjsan që po di. Po si trimi si na njëjtë është. Na jem një familje. Një familje? Aha. Unë e di që trimi nuk ka familje. E tash po del që ka familje. A jenë të bo hajgare me mua qka? O je bre, nuk po bojna hajgare, po për të njëjtin njeri na të full, për 3 malion. Po na e konsiderojna si të familjes, kështu që i na të full për të njëjtin njeri. Okej, pra. Hajde djemë se lugu bën ndej sa njëftum. Qa ko trej? Të kena thirë mu taku për barna. Për do barna që duhen ty.
Çfarë bona? Kancerit. Çfarë të kancerit? Kancerit e? Po pe di se paracetamol, ja. Po çfarë lloj të bona të kancerit? Imantinib? Erlotinib? Herceptin 400? Hercepim. Çfarë? A je sigurt? Qiton të fundit që për mene. Herceptin 400 vetëm e thonë. Po. Mirë. A më i me i po? Të pret t'i bi. Ivan. Ivan. Po, shef. Kush po, shef? 2 herë thira. Ku i ki ment, Ivan, ha? Jem të menu diçka personale. Personale? Ivan, e din që puna jote personale është këtu, Ivan. Ti dush më koni koncentrum për këtu, Ivan. E di, shef, jam i lodhën që ka në fundit, po nuk është më rëndësi. Ato pe di, Ivan. E di që ka në fundit nuk je shumë aktiv. Je pak ma i heshtun, Ivan, ha? Dush me ditë që ti dush më konë këtu i koncentrum 100%. Jam të i menagju do probleme familjare që ka në fundit shumë kohë janë të marë, po nuk është diçka serioze. Kur që serioze? Ja, nuk janë serioze, po. Pse po më pyet me kaq kambulci? Ivan, nështë ki diçka me më kallëzu. Diçka që ke bo një gabim. Shka cilët në kry nuk po t'len me shprej. Diçka që nuk mund është me më tregu pa të pytur, ha? Sa e di unë, nuk kam bon në gabim që du me të kallëzu ty. A e din që unë e di edhe një erën në tradhtis, Ivan. Hala njeri para se me qelë gojën e di që ka me thonë. Para se me marrë në lëvizje, e di sakt. Me kom këtë dhunti, edhe besoj që edhe ti e din, ha? Nuk e di pse ko në fundit më përmen shpesh tradhtin. A ke nisë mësë më besu unë, qka është problemi? Ivan, njeri ka njerë dut dhe murujt prej qanit të hotelës vetë. Se për ujkun dijet, a i vjen me të bo dam. Po prej qanit ton, prej qanit që e mon, e ushqen, e strehon, e a i mundet me të kafshu për mrana, Ivan. Dami është shumë ma i madh. Shumë ma i madh, Ivan, se sa i ujkut. Shef, unë nuk jam as qen, e as ujk. Unë jam shok i yti. As unë as ti, nuk i dim që sa njime. I kemi besu një një tjetërit ta njetën. Jetën ja kemi pështu një tjetërit një luftë. Ta në të mira që i kena, i kemi bo bashkë. Ti e din shumë mirë se unë ta njetën e kumë respektu pozitën tëne. Nuk i di pse nuk e të mbesu kone e funit. Qka u të ndodhë? Në qëse ke fillu me hub besimin tone, lirisht ka dhënë. Unë e mbuja dhe me shku. Po du me shku me faqet bardhë.
Nuk du në fund me dal si pa besë. Ivan, nuk e di. Kohën e fundit nuk e mirë diçka jonë. Nuk pi besoj as vetës teme. Nuk e di pse po puna paranojak pak. Po, nuk jam krejt pa base. Ti biles, o dhe mje. Unë jem mirë, Ivan. E din që ku më ka që jetë ati ke qenë aty. E din që ka e më provu një jetë, po. Në di që ka, Ivan. Ti e shok jam. Harroj krejt ato që tash. Ty të besoj, Ivan, shumë. Shumë besoj. Shef djeve që në sen. Se mi ga që më dhe jetën me dhonë për ty. E di, Ivan, e di. A di që? Harroj krejt ato që ta shec, shojmë se për na presin vlezre tonë sërba tje, të krymë punë. Harroj ata që fulla pa lidhje, okej? Shef, hajde, shkojmë. Herceptin 400 mg. Sa pare për në jep? Sa pare? Po nuk i blej këto borna dje. Qysh nuk i blen këto? Trimi na ka thonë që ti merresh me këto borna. Po merrna me këto borna. Po ju me këtë lloj borna. E me çfarë lloj borna merresh ti? Herceptin 400 mg. Veç pak. Ti po thu që merresh me qëtu borna, qëtu herceptin. Po fix. E këtu tona çfarë janë? Herceptin 400 mg. Veç një sekund. Ti po thu që merresh me qëtu borna. Po ti këtu tona s'po da mi ble. A ban veç pak më na spjegu pak më në detaje se nuk po kuptojmë? Shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Këto t'yjet nuk kanë banderoll. Që ata s'më jemi marrë. Qa s'kan? Banderoll. Edhe pa kur fa letër nuk mi blen kërkosh. Është rrezik. Dihet sigur që janë prej tregut zi. Edhe në gjuhën dajt. Po, me pas banderoll këtu nuk ishin shit në treg zi. Fakti që s'kan banderoll, shiten që shtët. Jo. Laki gjithmonë i falsifikan. Në formë donacioni. Falsa ma funksionojnë. Kështu pa kur fa banderoll dhe dihet sigur që kanë prej veriut. E tash? Çka me bënë në me të, bro? Nuk e di. Këta një ku i keni marrë. Ose në gjithë një banderollat ja vlej me çmim normal. E me çmim jo normal, më janë gjithë banderollat ti. Sa pare për në jep? 50% ma lirë, masi ju ka që utrime. Ose ju, ma mirë s'pa rrezikoj heq. Nejse. E ngjejsëm banderollat edhe shihemi prapë. Luan. Së gut. Hajde hymker, hajde. Shihemi prapë me banderolla. Shihemi nesër. Shihemi, veç pa banderolla s'ke marrëveshje. Gzim. Ha? Hajde veç pak. Që ka bëma? Hajde veç pak se kom nevoj me pol me ty. Po që ka bëma? Ha? Gzim, flamuri nuk është i qmandur. Qysh? Jo, Gzim, nuk flasë seriozisht. Ka pa diçka reale. Unë në ua që përshka me full me flamurin. Shprita që po vjona më thonë, Gzim po i besoj flamurit. I besova, Gzim, se ke për me i besu. Po flasë seriozisht nuk përja pos kod. Hira, ku e të funë flamurit shumë i ngarkun. Nuk ka flajt shumë. Ka po shumë sena për që ata janë të ndodhë, qëtu që e po i ndodhëm. Po, ati që është të tonë, po të që e ka po vlonë Ardion. I di shumë mirë që është të thonë, Gzim. Shumë mirë i di që është të thonë. Po mënyra se qysh pe ka zënë detajet. Me përpikpëri çdo sen. Detaj? Çdo detaj.
Kallëzëm, qysh të bindi për me besu? Gzem, kur njerëzit shohin halucinacione, nuk i majnë mend detajet. Nuk i majnë mend ngjyrën e syve, nuk i majnë mend mënyrën se qysh fol, qysh ulet çaj person, mënyrën e zanit. Ata që shohin halucinacione, gzem, harrojnë me i kallzu gjanat, harrojnë me i kallzu detajet. Non-stop i përsërisin senet, edhe jo të njëjta. E flamuri këto i kallzoj çdo sen me përpikmëri, gzem. Qysh ka mundësi me ka në vërtet që kjo? Na krejt e dim që Ardioni nuk ka pas vlla. Qysh mundu me besu flamurit kur thot ai që ka pas vlla Ardioni? E ka pa vlla në Ardioni. Këto se thëvim ishtë na, këto e thot edhe Trimi. Trimi e një shumë më të se na Ardionin, edhe ai që ka thonë që s'ka pas vlla. Nuk ka kur farë teori e era me besu që sa që ata të flamurit. Gzem, këtu nuk po të kundërshtoj, Gzem. Unë nuk e dija ka pas vlla, s'ka pas. Që ka po thu, pra? Po thëm që flamuri nuk po rran, Gzem. Nuk po shef fantazma. Aje ka pa dikon. Nuk është të marrë me një ngjarje që nuk i ka ndodhur. Ta garantoj që e ka pa dikon, po kënë e ka pa unë nuk e di, Gzem. Era, klut na shumë, mos na shta ma shumë këtë problem. Këtë familja jem të shqetësuar. Nana, baba, valbonja, fëmija, krejt jem nangth. E di. Era. Kjo që pëthu ti jenë vish fjallë. Nuk mundon më qutash mi thonë familjes mi dhanë shpresa që flamuri është mirë, nuk është mirë, di që s'është mirë. S'du mi dhanë shpresa të kota, Era. Ai nuk e ka hup mendjen, Gzem. Ai po shet diçka, po shet rrezik. Para krejt njeve po shet rrezik. Edhe unë marr përgjegjësi për këtë sen. Edhe i besoj flamurit. Nuk ti vrej, nuk ti qysh me besu që ta që e ka thuti. Unë e du flamurin dhe me çdo kushtim të mundu me ja gjetë ku e ka hallin. Nuk kem ka më e shëmo qështu. Po s'po moj me besu që saj që ka thët nuk ka logjik. Sa do që po du nuk ka logjik që më shtu me besu në teorinë që e thët flamuri. E ku kena mjanë gjitë ato banderolla tash? Nuk e di. Do të me këshur me gjetë na i kanë. Qysh nuk e di? Ti the njëre që shimin nesër me banderolla? Po nuk e di dhe nuk e di. Ma deri nesër kena ku me gjetë dikën që i ban ato banderolla, më janë gjitë edhe ja qojna njëre t'ja shesëm. Unë e këshe ka dem për ku Luan? Nështë ka konë mirë me shqit pa banderolla që është, na e hu për mundësin. Po jetën, a e din sa janë 50%. Ato banderollat hamomit garant kushtojnë me centa. Ti e në gjendje me janë 50% ma lirë. Për dë centa i ka dëmi hub 1000 euro. Anë dhe, mirë bro. Anë e veç, apo na gjeni venë bro komuna me gjithë ato banderolla, edhe i pështojnë ato 1000 euro. I gjena kësmet. E qyrëm, dikosh i ban ato. Ose nashta është mirë me thirë Trimin. Trimi mundet me ditë ku bon ato banderollat hamamit, na kallëzën shkojna i bojna edhe që. Therë Trimin. Therë mërë Trimin. Po s'pethire be Luan Trimin s'pethire. Po vjen një notë nuk po mund na një punë me kry pa ta. More vendim të kryen vetin a le pa shit barnat. Na i hupe mundësin. E ti pse më rajt e mu, kur shku mu taku me atë tipin, që aje ka vendos qatë ven, unë i thash atina dolla keq para njerë, kur te ke vendos mu taku që ty. Pritohet me të kallëzu. Ma le të merë me thonë aje. Vish pak. Qëtojmë nga një dikon qitë njeri. Qëtojmë kom po të laki. Po bashkë që kjo është. Edhe ka gjaja për të lakit është. Me je i sigurt? Shumë i sigurt, Luan. Që kjo është njeri lakit. E gjetëm zhidhen e banderolla, bro. Vish pak më hejo, Luan. Më shkanë më ne?
Çu vëzit! Ivan! Eshve. Na ka ardhur një ngarkesë me mall, me barna prej Serbisë. Kjo është magazin. Po është halo mall mrena. Pse ai mall pa shit, Ivan? Pse? Duhet mu shit ai mall sa më shpejt. Laki nuk paraqitet kërkon. Kum tentuar këto ditë me marrë në telefon, po s'po paraqitet gjallë kërkon. Laki? Laki, bashkë po më duhet ai djala. Edhe për barna, po, edhe për flamurin. A ke tentu me gjetë dikon tjetër për mi shit barnat në Kosovë e me to hi? Kum biseduar do biznesmen që mirën me barna, po nuk dojnë me inqa se nuk është Laki në mes. Laki është bo që ashtë menazi për barna këtu në Kosova? Po del që është shumë i rëndësishëm. Që edhe neve të barnat në kanë me të përshit. Mare, nuk është kam intereson shumë për barna, sa po më intereson për flamur Gashin, për atë familje Gashi. Ivan nuk po një në rat, Ivan, nuk po një në rat. Edhe unë nuk po një në rat dhe sa t'i shënë artok, po. S'po di që mi afru kone fundi t'i qysh. Laki dreqit, ku po na vynë bashkët ku, bashkët momenta. A di që jam gjendje me dhonë gjithçka. Sa dush, sa të kërkon. Veç me pot familje Gashi edhe njerë që shkatru. Që ma ka shkatru jetën e. Para me ndo. Flamur Gashi o arë në Subotic, vend tem të punës. Unë ka plagos, edhe ato i parmatosën. Që kjo po ma shkatron jetën, Ivan. S'po muj me dru. Nuk ka rallët që është keq. Qeveria Serbisë ka pru këto. Mitrovic ka bo shef këto. Je boss. Ke qelë firma. Ke bo pare. E u dheq listën tonë në qeverinë e Kosovës. Qa po do më shumë? Ivan nuk janë kur gjë këto. Nuk po muj mi shiu. Nuk po muj mi shiu, Ivan, dirisa jo familje të merë frym lirshëm. Edhe nuk është që ja kum po shirin, veç flamur Gashit. Subotic po edhe Ahmet Gurit. Gjatë luftës në Kosovë, Ivan, jom koni jem num për kolonel pukovnik. Grada më e lartë policinë e Serbisë në atë kohë. Më pasë veç një detyrë të vetme, me nxjerrë informata prej një shqiptarit, Ahmet Guri. Nuk arrita kur me nxjerrë atë informata. Edhe nuk arrita kur mu bo kolonel. Grada më e lartë në atë kohë. Ande edhe në Subotic, kur isha komandant i stacionit policor. Nuk është qaq që e shijovat pozit. Se një tjetër shqiptar e ma shkatroj karrierën. E ajo është Flamur Gashi. O të lutëm, mos gjuj, nuk kom fajun kur gjo. Vendimi Laki do konë, jo jemi. Hej, ka dalë shpak se nuk e kena njetë me të vrava, se me të bo kur gjë. Ku është Laki? Ku është Laki? Qysh ku është Laki? Ku është Laki po të vesëm në ty? Ka të zëmë një ju mu ku është Laki. Veç pak ka dalë, se nuk jena ko me bo hajgare. Jena ka të vesëm diçka shumë seriozisht. Ku është Laki? Edhe unë e shumë seriozisht po i vesë. Ku e keni lonë? A e keni vra? Keni ardhë me marrë edhe mu njëtë si ato me mbra, apo? Hej, ka dalë që e ka folë, bre. Kush e ka vrau Lakin, bre? Më kalzoni ju mu kush e ka vra. Ku e keni lonë? Si kur që sherdhe të atë natë, na i vratë këtë djemë tonë. Keni ardhë edhe mu me marrë, veç unë ju kumit. Na se kem vrau as Lakin, as kërkon tjetër. Kalzane ku është ai?
Ka dalë shpak, qëtësëva nuk e kem njetë me të vra. Me dash me të vra, këshum vra më ti. As ty, as lakin. Neve po na duhet laki për barnat. Ty të po më rasisht edhe që ke kem mënyra për me komuniku me ty. Po, a nuk e keni vra ju, a? Ku e keni lonë? Po jo dhe nuk e këna vra, as nuk e këna prek, as nuk e këna marrë lakin. Aj neve po na vynë thjesht për barnat. Kur gjë ma shumë? Dhe më thonë, ti nuk e ki idejnë, as nuk din ku është laki, a? Jo, nuk e kum pa prej asaj nate, as kum fol me to. Sen nuk di kur gjo për to. Gzim, nështë ashtë... Ngo. Nështë... Qëtu fjallë që më thati mu për flamurin, është ta... Nuk ka mirë mësë mi marrë është familje. Nuk përdu mi dhonë shprej sa kohë, vishë pëse ti besëm. Që ato që i tha flamurin, është ta nuk jenë vërtete. Po është të vërteti, Gzim, unë i besoj flamurit. Qka nëse vish njëherë e marim seriozisht këtë punë, Gzim? Qka vish nëse njëherë nalemi për një moment edhe marim seriozisht këtë punë? E qka nëse nuk delë që e që pëthët flamuri? Gzim, pa, mujna mi besu flamurit veçën edhe ti, të pak të në ti, Gzim. Nëse nuk e marrë vesh familja, atëherë na. Mos ta mushim familjen me shpresa koti për diçka që nashta mundet më kone reme, po të pak të nalemi, Gzim, edhe veç unë edhe ti besojmë flamurit. Qka me i besu flamurit? Se edhe unë jo me gatshme me i besu. Neve na vynë edhe në informat tjetër për barnat. Ku i ka bo laki banderolat për barnat? Banderolat e barnave. Ki fjallën për barnat e kancerit. Po, konkretisht për Herceptin 400 mg. Laki nuk bën banderola. Ato shiten qashtu, se janë tregëzi. Dhe na thonë, në vaskarajt a i hamam. As laki, as kërkush nuk bën. Po sigurisht ju kanë pa trinë këtë trek edhe kanë dash me ja marrë me gjusë qmimi. Zgjedhja durt, edhe nisëm e njëherë të aji, me banderola. E unë tash, mu largu? Largau, nuk kem kur gjapun me ty mo. Okej. Arrova me të vetë. Pse kemi nu që na e kena vro lakin. Kom mendu që e dini për kërkesën e petarit. Qfar kërkese? Po, për me vra flamurin. Ule edhe pak. Jo, Gzim, nuk flasë seriozisht. Ka pa diçka reale. I besuva, Gzim, se ke për mi besu. Po flasë seriozisht nuk përja fos kod. Gzim, kur njerëzit shojnë halucinacione, nuk i majnë men detajet. Nuk i majnë men gjyrën e syve, nuk i majnë men mënyrën se qysh full, qysh ullet qaj person, mënyrën e zanit. Ata që shojnë halucinacione, Gzim, harrojnë me i kalzu gjanat, harrojnë me i kalzu detajet. Non stop i përsërisin senet, edhe jo të njejta. E flamuri këto i kalzoj çdo sen me përpikmëri, Gzim. Gzim? Si po ta me të larë.
E di. Po të mundon edhe ty ajo që ka tha Era për flamurin. Shumë. Është edhe ka drejt. Nuk e di, Val. Nuk po kam guxim me ushqy familjen me një ushqim që mundet me ka almus për ta. Ç'ti po më kupton, Val. Nuk po du me thonë shpresë në fund me të shtu. Po i besojmë veç na, pra. Po i besojmë veç na dhe nuk po folim me pjesën tjetër të familjes. Çka nëse Era ka drejt? Çka nëse flamuri për një me po shet diçka reale? Dy rastet, Val. Dy rastet mora me kanë shkatruese për familje. Cila të që të është fundi ju, Val. Fantasma. Ose realiteti. Unë po du me i besu flamurit. Edhe shumë po lutna që me ka në vërtet. Atëherë nëse ai ka drejt. Ka drejt edhe kur po thot që ka marrë me në avron një kënë jo. Kena kalu gjana dhe matrona, gzem. E nëse kjo familje dorëzohet për para një njerit, atëherë në nuk di ma. Let vjen, let na merë një ka një. Po që shenjon këtë familje e kalon edhe këtë sfid. Kjo familje e ka gjak me dojnë triumfuse për para në mikut. E njo burin tam. E njo vjerin tam Ahmet Gashin. Kom një shumë gjana për to gjatë luftës. Ai është një hero. Një hero që hala ecë. Ai kalon fëmi, kalon djem rapa vetës, e nuk dorëzohen let, ju pa e luftu. Fjala burr nuk është për gjithkën. E kjo shtëpi ka plot burra. Secili antar i kësaj familje ka histori. Edhe fëmia e mi, edhe ata kanë histori. Edhe ata e kanë po të merën së botic. Po dhe për ta kjo është histori. Gzem, këtë shtëpi mas pari du të me kalu në për sfida, e tani me urrit si njeri.
e kafe. Na olho. Nëse po e lyp revolin në rezervë ta kum largu. Sheqer? Që di, qysh njerëz nuk menojnë për vdekjen. Njerëzit janë të lindur për me jetu. Jo me menon për vdekjen. As kur janë ullë për balë, të e këqyri direkt në sy. Tregon. Cile shkon betimi yt kur e pa police? S'po të kuptoj. A e betu me mbrojt krejt njerëzit njejt. Mi e dhon drejtësi gjithve njejt. Po. Pasu pasaj që betimi yt nuk ka vlerë për vllahun tem. Ardiane. Ajo kanë kriminal. Cili shkon saksisht krimi i tij. Krimi? Të shta për më ndonë krimet. Shumës. Pse nuk e ke burgos për krimet shumës? Plani u kanë me burgos. Fatkeqësisht është vra. Pse nuk e ke burgos vrasësin e ti? E ke pas letë? Ti e ke njoft flamurin. Pra betimet nuk ka vlerë për krejt njerëzit njëjtë, se ti jo që se ke burgos flamurin, po i ke ndihmu. Pse? Ka pas arsyet e mia. Jam shtatë zonë.
vizitu. Fëmia nuk ka faj për mëkatet e tua, po ti dush mi pagu mëkatet që i ke po, dush. Fëmia mundet me jetu dhe pa ty, kërse që mas në mujve, ku me të qetë. Nëse me nënë mu më shef, ku me lëviz qdo kur tru, ku me artë ti ma të vizitu. Po kjo vlen veç me një kusht nëse ti s'fol për këta kem. Nëse fol, gjithë që kanë truptonin bote fajshme në është edhe fëmija. Në muj. Natën e mirë. Fred. Nën muj. Unë vetë kam ardhë te. Po veç me një kusht. Fëmija jeton. Edhe baba i ti. Këtë herë mëse të betimin.